Debati për shkarkimin e kryeparlamentarit Niko Peleshri ka nxitur një reagim të fortë të mazhorancës socialiste, e cila ka publikuar një raport mbrojtës ku argumenton se ai nuk ka kryer asnjë shkelje. Kryetari i Kuvendit ka zbuluar me përpikmëri të gjitha përgjegjësitë e tij kushtetuese dhe ligjore në drejtimin e seancës plenare. Ka treguar frymën e bashkëpunimit dhe tolerancës në drejtimin e veprimtarisë parlamentare në tërësi, duke respektuar më së pari kolegët deputetë opozitës dhe duke qëndruar mbi palët gjatë drejtimit të seancës. Jo shpërmbajtur etikës, ndonse e njëjta gjë nuk ka ndodhur nga deputetët e opozitës, si dhe janë respektuar të gjitha parashikimet kushtetuese dhe të rregullores së Kuvendit në thirrjen dhe drejtimin e seancës së datave 16 dhe 18 shtator, duke moderuar debatin pa cënim dhe pa shkeljet etikës, pavarësisht situatës së tensionuar në sallën e seancës plenare nga një grup deputetësh të opozitës parlamentare. Sipas socialistëve, moszhvillimi i debatit për miratimin e programit politik i parashikuar në nenin 110 rregullores nuk mund t'i atribohet kryeparlamentarit, por veprimet opozitës që sipas raportit ka penguar zhvillimin normal të seancës dhe ka ndërhyrë në procesin ligjvënës. Partia Socialiste thekson gjithashtu se deputetët e opozitës janë ata që kanë cënuar integritetin e figurës së të mandatuarve dhe kanë dëmtuar imazhin e Kuvendit, institucioni më i rëndësishëm në një republikë parlamentare për procesin ligjbërës dhe përfaqësimit të qytetarëve. Raporti i mazhorancës përmend gjithashtu se Peleshri ka treguar bashkëpunim dhe tolerancë duke respektuar të gjithë deputetët, ndërsa opozita ka vepruar në mënyrë që ka penguar procesin dhe ka krijuar tension. Në përfundim, Partia Socialiste argumenton se kryetari i Kuvendit ka vepruar në përputhje me ligjin dhe rregulloren, duke moderuar debatin dhe ruajtur neutralitetin, pavarësisht situatës së tensionuar, ndërsa çdo pengesë në seancë shpasoi veprimeve të opozitës dhe jo shkelje nga ana e Peleshrit.